Kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Elisa Spiropali ka urdhëruar mbledhjen e seancës plenare të Parlamentit për ditën e sotme në orën 10. Rendi i ditës përfshin diskutimin dhe miratimin e një sër projekt ligjesh dhe akteve normative që prekin fusha të ndryshme, nga ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare deri tek ndryshimet ligjore për buxhetin dhe dokumentacionin personal. Pikat kryesore të rendit të ditës janë: miratimi i proces verbalit të seancës së mëparshme datë 29 maj 2025, ratifikimi i marrëveshjes mbi të drejtën detare sipas Konventos së Kombeve të Bashkuara për ruajtjen dhe përdorimin e diversitetit biologjik detar jashtë jurisdiksionit kombëtar, miratimi i ndryshimeve në ligjin e buxhetit të vitit 2025, shtesë në ligjin për pajisjen me pasaport të shtetasve shqiptar, shtesë në ligjin për letërnjoftimin elektronik, ratifikimi i marrëveshjes së bashkëpunimit për siguri ndërmjet Shqipërisë dhe Ukrainës, aderimi në Konventën për themelimin e zyrës evropiane të komunikacioneve, ratifikimi i marrëveshjes së HUAS me Fondin për Zhvillim të Abu Dhabit, marrëveshja për pjesëmarrje në programin e Bashkimit Evropian, organat, ratifikimi i marrëveshjeve të financimit me Komisionin Evropian për programet shumëvjeçare në fushën e punësimit, ekonomisë digjitale dhe energjisë për periudhën 2024-2027, diskutime për çështje jashtë rendit të ditës.